përveç trajnimeve, do të thonë nuk janë vetëm pjesa teorike, por është edhe pjesa e workshopeve kur praktikohen punët, kur bëhet luajtja e roleve për të kuptuar sa më mirë informatën dhe për të kuptuar sa më mirë punën, për shembull punën në terren që është pak më sfiduese. Domethënë bëhet si punë praktike gjatë trajnimit. Workshope, do të thonë përgatisim gjatë trajnimit. A mund të më nda diçka me neve, çka ndonjë prej workshopeve që me e ke cilësuar si shumë punë të mirë që është bërë? Mund ta potencoj të fundit që e kemi bërë për punëtorët social, do të thotë pasi e kemi ligjëruar pjesën e ndërhyrjeve të punëtorit social në familjet që janë të papërshtatshme për kujdesin e prindërve. Tash e kemi ndarë në grupe, do të thotë edhe gjithë secili kanë shprehë mendimet e veta pas të njohurive që kanë përfituar prej trajnimit, se si do të ndërhyrin në raste të caktuara që ne i kemi paraqitur. Do të thotë kanë pasur rolin e punëtorit social në një rast apo në një situatë të caktuar se si ata do të ndërhyrin. A janë të obliguar gjatë këtij trajnimi të bëjnë vetë ata ndonjë temë, të prezantojnë diçka apo vetëm e ndëgjojnë ligjëratën? Është interaktive, do të thotë ligjërata është interaktive. Do të thonë merret parasysh çdo mendim i gjithë secilit, mund të ose një njohuri shtesë është ajo do të thonë vetëm që e pasuron trajnimin. Dhe le të kuptojmë se do të thonë kemi punëtor social të përgatitur mirë dhe janë të pajisur me njohuri rreth fushës në të cilën ata veprojnë.